Për herë të parë po organizohet një koncert kaq i madh në Amerikë me artist shqiptar e pjesë e këtij organizimi është dhe legjenda e muzikës tonë Sinan Vllazaliu. Ekipi prive ka qenë me të qysh në aeroport pak para nisjes drejt Amerikës, ku na foli për emocionet, organizimin dhe krejt atmosferën që po e pret atje. Por nuk mungoj as një moment që mori shumë vëmendje, teksa po pinte kafe në aeroport bashkë me Robert Berishën. Si është raporti sot me Sinanit dhe Robertit? Krejt që ka ndodhi para nisjes për Amerikë. Krejt këto e shumë të tjera i kuptoni në materialin që kemi përgatitur për juve. Prive. Ora 2:31 e natës, për ekipin e Prive Klan Kosova, ishte pikërisht momenti për të nisur drejt aeroportit të Prishtinës. Aty ku do ta realizonim intervistën me mysafirin ton. E kur je artist dhe jeta të kalon mes udhëtimeve, aeroportet shpesh bëhen vend takim ideal për biseda. Sinan Vllazaliu është prej atyre artistëve që jetën e ndan mes Kosovës dhe Amerikës. Ndaj, edhe kjo nisje e vonshme drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte vetëm një tjetër rutinë për të. Por pavarësisht orës së vonë, Sinani nuk kishte si të mos ndante kohë për Prive. Të merret atë për vonë. Qështë e mërsh, po. Për ata që duhet më quë është tjere, për ata që në quë. Artistët kalojnë një pjesë të madhe në aeroplan e vetëm ideja për qëndruar 12 orë mbi re tingëllon lodhse, lëre më ta përjetosh shpesh. Mirë po Sinani thot se për kët i ka 2 parime që ja largojnë lodhjen sa po nisët rrugës. Unë i kom 2 parola në jetë që të stimuloj. E para, këtë që ka s'ki qare pa e bo së fështirë. Dhe nështë kja është numër një se në fakt me këtë kur e bin vetën që gjonat që s'ke qare pa i bo, do mësë që i atëherë është budalë ki me marrë me atë punë. Vështë dush me i kalu sa ma letë, sa ma... Mësë mi sa vete marë, shko, i me shku, tu prolla në alet edhe jetë hashdan. Edhe është parola tjetër, qysh i bjenë. Na mujnë paket ata që qenë me ne. Shko që të në 2 gjana që të stimulojnë, me qenë i sakt, me qenë me pas tolerancë ndaj peripetive të rrugës. Nuk që ajo është që të keq ka s'ke që orë bebos është kje. Edhe pse shumicën e udhëtimeve i bën për të qenë më afër familjes, kësaj here rruga drejt Amerikës kishte një tjetër arsye. Sinani po udhëtonte për festivalin United, një organizim që mbledh artist nga të gjitha trevat shqipfolse. Festivali është diçka që po ndodh një herë parë në Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është qëllimi ka qenë për arsye se numri i madh i shqiptarëve, domethënë për gjitha trojeve. Kur të them shqiptarëve është për gjitha trojeve. Dhe jemi kujdesur që United Festivali United Albania United Festival të mbahet prej gjithë kantorët të gjitha nisë. Të organizosh një festival të këtyre përmasave nuk është as pak e lehtë, sidomos kur duhet të përshtatesh me oraret, datat dhe angazhimet e secilit artist të ftuar. E këtë Sinani pranon se ka qenë një prej sfidave më të mëdha gjatë organizimit. Është kom pak vështirë me organizim kohën se është koha e njëjtë, artistat janë gjithmonë shkapërderdhur në kuptimin e kohës. Me organizu kohën e këtë artistave për një kohë. Në me qenë këtë në United Festivals, edhe festivali shqitja për dhe ka shku tash ditë dhe të fundit është unbelievable, se i manglerë. Në ka shku një shpejtësi është fantastike, kështu që i ftoj të gjithë. Apo ndrejt, po. I ftoj të gjithë ata që kanë dëshirë të hurry up guys të në Amerikatat. Hurry up, take your time. Që i den butu po më së gotë.
Por ky festival nuk organizohet vetëm për muzikë e performanca. Përtej skenës, ai ka edhe një qëllim tjetër mjaft interesant për komunitetin shqiptar në Amerikë. Festivali e ka edhe një qëllim fantastik. Për arsye se mujnë mu taku njerëzit mos veti, mu marturi një biznesmenat me pas. Dhe se pa takimi me gjitha takimi fizik është diçka tjetër, me atë vizual, me telefona, me dhe që birin. Pra ka dhënë shumë pozitive nacionale. Ka shumë pozitive. Dhe unë shpresoj që të takimi do të kalon në festival tradicional. Çdo vit të bëhet. Se kem nevojë. Amerika është shumë e madhe. Një prej mitësive më të komentuara ndër vite në estradë mbetet padyshim raporti i Sinan Vllasaliut me Robert Berishën. Ne i pam bashkë duke pirë kafe si gjithmonë, ndërsa vetë Sinani zbuloi më shumë rreth raportit të tyre dhe lajmeve që qarkullojnë shpesh për këtë dyshe. Do gjana nga njerë ndërpriten edhe vazhdojnë. Nëse do pritë për të keq. Për shembull, Roberto zhvillu shumë ma shumë kur i kemi pasi shkutje. Shumë mirë që ka ndodhur ashtu. Ndër është një farë një boost, një wake up. Që mund është vetë. Ndër është ona pozitive. Unë s'kam qef me folja asë një raskes. E kemë Roberto. Roberto e kemë që ati. Po, aji për me folja është ati. Për me folja keqë ati. E kur jemi te muzika, nuk kishim si të mos ndalishim te pafat bashkëpunimi i tij me Nora Istrefin, një prej këngëve që edhe sot vazhdon t'i mbijetoj kohës. Pikërisht për këtë arsye, dysha rikthyen bashkëpunimin me projektin paralele. Kje patar, që se konë Rambo 1 letë bosë, Rambo 2, e të bojnë serial. Po mira, është në fakt një kontinuitet. Një kontinuitet i tekstit, i muzikës, i ngjarjes. Edhe po vjen mirë që ka jetë mirë. Është një këngë me porosi, me ngjarje, domethënë. Unë shumë kam qef me pas tekstin që të mund me pas tekstit që plet diçka. Dhe me pas fillimin me mbarimin. Por duket se ky nuk do t'jetë bashkëpunimi vetëm për Sinanin. Ai zbuloi edhe projektin e ri, të cilin e ka mjaft për zemër dhe që sipas tij do t'jetë një prej më të rëndësishme për këtë vit. Unë dhe një duhet me Aurela Gaçi, një këngë fantastik. Dhe po shpresoj që kena me mërrisë edhe Aurela është të rëmë pjesëmarrë. Avali është festival dhe po jem tu koordinu kohën me valë gjirim në sport, me ndoj që ka me qenë puna e fundit për si vjetë në kuptime me videoklipe dhe këngëve të reja, se e pata me Robertin, e pata me Loren, edhe tash me Aurelien. është pak, jena vasi hip-hop nga tash edhe na u boka të dve. Mes valigjeve, nisjeve të vona e kilometrave pa fund, Sinan Vllasaliu vazhdon të mbetet i njëjti artist, që edhe pas kaq shumë vitesh në skenë, ende e ka muzikën, publikun, estradën, pjesë të pandashme të jetës së tij. E ne, aeroportin e Prishtinës e lam pas bashkë me Sinanin, i cili edhe kësaj here u nis drejt Amerikës me plot plane.